kjo është edhe arsyeja pse për shembull e kemi dediku, një opë arsye pse e kemi dedikuar edhe këngën, me qenë se pjesa ati grupi janë shumë shok gjeneratës tonë, të cilët na kemi kalu një pjesë të madhe të kohës. Familja është bazamenti, do më thonë të dy prindë, edhe nonën edhe babën, dy Gjakovës i kam. Për çdo vikend kemi qenë në Gjakovë, pothuajse, edhe pse kom lindë dhe jam rritur në Prishtinë, prapë se prapë pranë të shtunë në dile këtu kena qenë, prej fëminisë. Gjithashtu edhe verën, pjesën më të madhe të verës e kemi kalu këtu. Që me biciklat të artë për Gjakovës të shku për dri ose për dev, mulla, me shoqni, kështu që është pjesë e rëndësishme e jetës teme. Dhe vazhdoj me rujt si lidhet familjare, ashtu dhe lidhet shoqnore. Me qenë se edhe kam shumë shok. Kjo është edhe arsyeja pse për shembull e kemi dediku, një opë arsye pse e kemi dediku edhe këngën, me qenë se pjesa ati grupi janë shumë shok gjeneratës tonë, të cilët na kemi kalu një pjesë të madhe të kohës bashk, po foli edhe përpara luftës. Shumë prej tyre kanë qenë edhe muzikanta, që për shembull Shpendi Leshi është marrë me, edhe po vazhdon mu marrë me rock muzikë. Gjithë kanë qenë fansa të rock muzikës e kështu me radhë.